feja e Zotit, Kurani dhe Suneti ka zbrit për çfarë? Ka zbrit që ne të dorëzohemi dhe të bindemi. Nuk ka zbrit që ne domethënë ta përdorim për relike, nuk ka zbrit që ne ta vëmë aty, kemi Kur'an këtu, shi sa i bukur, është me shkronjë ari. Është si çfarë shkrimi, kaligrafie të bukur ka, kam një Kur'an 300 vjeçar. Or zotëri, ti apo jeton me Kur'anin apo jo? Apo e vjen jetë në zbatim. Po normalisht bindju në Allahut dhe nëse jeni besimtar, kam zemrën e pastër, kam zemrën e bardhë, unë si du keq njeriu, or zotëri, apo i bindesh Zotit apo jo? Apo i bindesh profet? Është si shembulli dikujt që thotë dëgjoj, disa e duan babin dhe mamin apo jo. Ndërkohë që nuk ngjon porositë e tyre, i kundërshton, i mërzit. Or zotni, kur i thuaj dua, do të thotë që minimalisht duhet të jesh sipas porosive të tyre. Kjo është dashuria më e madhe për prindin. Edhe dashuria më e madhe për Zotin është të jesh i bindur ndaj tij. Dashuria më e madhe për profetin e Islam të jesh i bindur ndaj porosive dhe këshillave të tij. Për këtë arsye tha, nëse jeni besimtar, këtu tregohet besimi, këtu tregohet dashuria e vërtetë, këtu tregohet raporti i mirë me krijuesin, sa vend në vend urdhrat e tij, sa çon në vend si më thon fjalët e tij, sa i bindesh, sa i përkushtohesh. Ky është treguesi i besimit, nuk është llafologjia, nuk është rrahja e gjoksit, nuk është e thënia nëpër mezhlise dhe nëpër takime, sa jam unë, sa ta dish ti sa ashtu, sa kohë për ne kemi të trashëguar, që këto nuk kanë vlerë.